Petrit Kryezeu, krye prokurori i prokurorisë themelore në Prizren, tashmë po cilësohet si prokurori trem për shkak të veprimeve të tij të vendosura kundër manipulimit të votës dhe krimit të organizuar. Ai ka firmosur arrestimin e rreth 150 personave të dyshuar për vjedhje dhe manipulim votash, duke dhënë një mesazh të qartë se askush nuk është mbi ligjin. Kryezeu ka bërë të ditur se manipulimi i votave nuk ka ndodhur vetëm ditën e zgjedhjeve, por edhe në ditë të tjera kur kryesit kishin menduar se do ta cenonin vullnetin e qytetarëve larg syve të drejtësisë. Përveç këtyre zhvillimeve, Petrit Kryezeu njihet edhe për veprimet e tij gjatë vitit të kaluar, kur në rajonin e Prizrenit janë arrestuar shumë fajdegjinj dhe persona të përfshirë në veprimtari kriminale, duke goditur drejt për drejt rrjete që për vite me radhë kishin cënuar sigurinë dhe mirëqenien e qytetarëve. Brenda sistemit të drejtësisë, Kryezeu konsiderohet si një prokuror me qasje të rrap, por profesionale, i njohur për vendimmarrje të guximshme dhe insistim që ligji të zbatohet njësoj për të gjithë. Veprimet e tij kanë rritur besimin e qytetarëve se vota e lirë dhe rendi juridik mund dhe duhet të mbrohen pavarësisht presioneve apo interesave të caktuara.